Deputetja demokrate Albana Vokshi bën përgjegjëse Ministrinë e Shëndetësisë për vdekjen e një paciente me kancer, me arsyetimin se është kuruar me barna të falsifikuara. Vokshi tha se për interesa klienteliste, qeveria ka lejuar tregtimin e një sër ilaçesh pa standarde. Qytetari Ilir Pojako ka denoncuar publikisht se bashkëshortja e tij u nda nga jeta sipas dyshimeve tashmë të përsëritura se trajtohej me një ilaç jashtë standardeve. Sipas një raporti të FDA, Altuzani rezulton të jetë një medikament i falsifikuar. Një skemë e mirëfillt kriminale e dirigjuar nga klani mafios që e ka kapur tashmë shëndetësinë. Ministria e Shëndetësisë ka hedhur poshtë akuzat duke saktësuar se Selia Blu me qëllim për të keq informuar opinionin publik. I është referuar një raporti të vitit 2012 të FDA-s amerikane për një sasi barnash të falsifikuar duke marrë për të mirëqenë se kjo sasi ka ardhur në Shqipëri. Konfirmoj me përgjegjësi se asnjë nga këto seri barnash nuk është importuar në Shqipëri. Agjencia e barnave ndjek në mënyrë të përditshme raportimet ndërkombëtare për falsifikimin e barnave. Sot opozita arriti një tjetër rekord, teksa publikisht akuzon Ministrinë e Shëndetësisë përse është e paaftë të shërojë sëmundjen e kancerit.